fillojmë. Nesër është dita jonë e fundit e vlogmasit. Nuk e besoj dot kur arriti data 25, kur arritën Krishtlindjet, kur do ikën festat, pa e kuptuar fare. Ndërkohë këtu në Athinë është behar. Jo behar mirë se egzagjeroj, pranverë. Hajde mo. Nuk ka ftohtë. Ka diell. Është për bukurit Zotit koha. Do të thënë unë dimër nuk kam përjetuar këtu, mirë që vajta pak në Itali, pak në Budapest dhe jetova pak klimën e festave. Po e nis këtë vlogun sot pak vonë, të treca e drekës, sepse u zgjova në mëngjes, vajta te kontabilisti. Duket kështu quhet e kërkova tani në internet. Po është gabim, nuk e kam fajin. Edhe vajta sepse tani është fundi vitit, edhe mbyllen llogaritë e financës e të gjitha këto. Të diskutojmë pak për taksat e mia. Nuk i duroj fare, dua një njerëz të më bëj të gjitha, të mos më pyes fare, të më thotë hajde se ti bëj unë. I'm just a girl. Nuk mundem të merrem unë tani me takse, me llogari e me gjëra kështu të shpifura. Nuk më interesojnë. Që duhet të paguaj, sepse ju mbase nuk e shikoni YouTube-in si një punë, tamam. Por unë jam ligjore, 100%. Taksat e mia i paguaj, pensionin tim e paguaj, të gjitha. Edhe pastaj sa mbarova që atje, erdha në shtëpi, u mora pak me punë, kisha të filmoj një dy story, një TikTok, të cilat thash ti bëj tani që kam oreks, ja prandaj më shikoni edhe të lyer, sepse pastaj kur vjen darka, unë nuk dua të bëj as edhe një gjë. Prandaj këto punkat inspirohem ti mbaroj në mëngjes. Po bëj të ha drekën time sepse nuk kam kryen as mëngjes. Po piva kafe, jam në rregull për gjithë ditën pastaj. Edhe na ka bërë mami që dje makaronka me mish të grirë, kimam, edhe është nga ushqimet e mia të preferuara. U kthej mami në shtëpi, vajta e mora nga puna, edhe kemi vendosur të bëjmë melomakarona në shtëpi. Tham njerë ti marrim të gatshme nga jashtë. Pastaj më tha mami, do të bëjmë ndonjë në shtëpi. Thash, e di çfarë, le të bëjmë. Le të hym pak në klimën e festave. Të mbaj çiker, Të mbaj çiker ëmbëlsirë shtëpia. Po. Vetëm të gatshme. Po, ke të drejtë. Ka shpyqja tani, themi të fillojmë me shurupin. Se duhet ta bëjmë më para që të ftohet, derisa të bëjmë pastaj melomakaronat, që të mundemi ti zhytim. Marrim tenxherën edhe do vëm brenda 500 gram ujë, 800 gram sheqer, e hedhim edhe këtë brenda të gjithën, 3 kokra karafila, 3 copë kanell, edhe do vëm brenda edhe një portokall që do e presim në mes, edhe do e hedhim kështu mbasi që ta marrë erën. Po edhe lëshon ato tartina edhe erën e lukura e gjerën e portokallit. Edhe kjo brenda. Ndezëm sopën që të marrë val edhe të shkrijë sheqeri. Por sa të marrë val, do e fikëm që të hedhim pastaj në fund edhe 150 gram mjal. Mami e ndezi edhe televizorin, se nuk bën punë pa televizor normale. Por unë kam marrë një tas të madh në të cilin brenda kemi vënë deri tani lur sheqeri, kanell, karafil edhe mos kokarit. Do vëm brenda edhe lëkurë portokalli të grirë, edhe 400 gram lëng portokalli brenda, që ta thartoj pak, edhe do hedhim edhe vaj. Tu kemi 400 gram vaj lule dielli, edhe 180 gram vaj ulliri. Edhe tani do përzej këtë që kemi krijuar këtu, që nuk duket fare e bukur në sy, dua t'i them. Edhe tani do marrim një tas akoma më të madh se e para, që përdorëm për gjërat ujore të lëngshme. Edhe do vëm 1 kile miell, edhe 200 gram simidhali quhet në greqisht, edhe tani që e kërkova thotë që është miell gruri i holl. Tani çfarë fiksu nuk e di. Nuk është miell gruri. Atëherë mielli tjetër çfarë është? Semolin sot këtu që quhet. Semolin, mirë, vetë semolin. Semolin, po nuk e di. Këtë këtu do ve. Mbase është i bluajtur pak më ashpër. Edhe pastaj të gjitha këto që kemi përzier këtu që janë të lëngshme, do i vëm te tasim që t'i përzijmë avash të gjitha bashkë, edhe të fillojmë pastaj të krijojmë melomakaronat. Do i bëjmë si biskotka të vogla.
Melomakarona të para u vun në tepsi dhe tani do vjen këtu brenda te fura. E kemi te 190 gradë momentalisht. Mami vazhdon me topka, sepse unë kuptova që kisha gjetur një recetë që ishte për 75 me 80 melomakarona. Nuk e prisja. Unë desha të haj 20-30, po tani dolen pak shumë. Ai do ashtë, 20-30, të tjera do të jam ne. Po, dolen pak shumë, do i qojmë në do një njeri dhurat. Do haj edhe populli, Lena. Po, edhe populli, po, ashtu është. Duhet vëm këto të parat që të vëm pastaj tepsinë e dytë, të tretë, të katërt, nuk e di sa do dalin. Tepsia e parë është futur brenda. Tepsia e dytë është këtu lart, që po pret të futet mbasi nxjerr këtë të parën. Edhe pastaj kam akoma shumë melomakarona që i kam gati këtu. Edhe prap në ngjelet. Do vazhdoj. Unë nuk kam çfarë të bëj. Më duket do vëm 4 tepsi në furrë. Ndërkohë që unë vazhdoj me melomakaronat, mami iku nga shtëpia se vajte nga tezja, e cila kishte nevojë për pak ndihmë, sepse po vinte perde në shtëpi, edhe vajti mami ta ndihmoj, e çovi babi me makinën, edhe disi kështu ka vajtur situata. Jam pak e stresuar sepse duhet ti nxjerr vetë melomakaronat kur të edhe ti ve vetë brenda në shurup, ti mbaj atje për 10 me 15 sekonda thoshte receta, edhe pastaj ti nxjerr të gjitha, ti ve në një pjatë. Shpresoj ndërkohë edhe ju të kaloni bukur nëpër festat që do shkoni, të hani shumë, pa u stresuar për kilet, për ushqimet, hani se një herë në kaq. Kemi festa, duhet të gëzojmë, nuk duhet të rim të numërojmë sa kalori kemi vënë. Ide është e vogël, më dëgjoni mua. Do kaloj, edhe që do mbani mend pastaj? Që nuk hëngrat melomakarona në Krishtlindje? Do të thënë, ç'a kuptim ka kjo në jetë? Hani gëzoni me njerëzit tuaj. Tani të para dolën, janë bërë si janë bërë, unë nuk e di të hap njërën, apo nuk duhet të hap. Nuk e di ç'a të bëj. Do i vetë gjitha brenda në shurup, thoshte, për 10 me 15 sekonda. Luan 15 sekonda tani. Të parat janë të mira, si janë të mira, tani nuk e di, unë mundova. Tani që po pres të bet gati tepsia e dytë që kam vënë në furrë, po mundesha të kujtoj do një gjë që u bë këtë vit, që të diskutoj pak me ju, gjërat që desha të ari këtë vit, qa kam bërë, qa s'kam bërë. Edhe nuk mbaj mend asgjë, nuk mbaj mend. Nuk e di qa problem është ky. Unë që të kujtoj diçka duhet të hy, ta kem në fotografi ose në video, edhe të riti shikoj me radhë, që të kujtojmë qa u bë çdo muaj. Nuk e di qa kam bërë këtë vit. Më duket kanë filluar problemet e mia që tani nuk e di qa do ndodh kur të mplakem. Do jem plak shumë e keqe. Nuk do mbaj mend as edhe një njeri, jam e sigurt. Por të paktën më thoni ju si keni kaluar këtë vit. Vajti mirë, si ju duk 2025? Ishte vit i mbar për ju? Nuk ishte? Ju solla në dhomë sepse më ka arritur një pak nga komense. Do i shikoni të gjitha gjërat që ka marrë në Instagram, atje duhet të më ndiqni patjetër. Sidomos po doni ide për veshje, rroba, outfite, por edhe lifestyle në përgjithësi. Nuk më durojt sepse mbaj mend që kam porositur një palto nga komense, edhe mezi po prisja të më vi, që të shoh po është e bukur, po është e mirë. Do të vesh këto ditët, kështu që do e hap ta shoh bashkë me ju, normale. Shpresoj të jetë e bukur, shpresoj të jetë e mirë. Kam marrë një palto lëkure. Oh, nice, duket e bukur. Ka këtë ngjyrën çokoladë, kafe të errët. Oh, so nice, I like it. Por, nuk mbaron këtu. Ju nuk e shikoni të gjithën, shikoni vetëm deri në mes, po arrin deri te këmba poshtë. Ka edhe një detaj tjetër që është kjo këtu, një pelush që vjet nga lart, disi duhet të ketë kopsa kjo. Do e shoh pastaj, le ta vë pak kështu që ta shoh. Oh, sa i bukur! Sa i bukur! Ndjem që më pëlqen shumë. Më thoni, nuk është shumë e bukur, tani ka ndalë edhe shumë në mod, këto paltot me peliçe këtu lart, edhe prandaj mezi po prisjet më vi. Bravo! Më lum për zgjidhjen që bëra. Kemi bërë pak melomakarona, pak. Do të thënë për këto ditë vetëm për festë. Nuk e di po e shikoni, po e kuptoni, po janë shumë. Unë ndërkohë përfundova t'i bëj të gjitha vetë, sepse mami me babin akoma nuk janë kthyer nga tezja. Edhe personi që deshte të bëj melomakarona në shtëpi ishte mami. Edhe përfundova t'i bëj të gjitha unë vetë. Kështu që është hera ime e parë që merrem me këto. Nuk kam
ndërtuar ndonjëherë në jetën time. Mami nuk e kisha këtu që ta pyes, janë pjekur, duan pak më shumë, duan më pak, sa orë ti le brenda në shurup, unë nuk e dija, i bëja kështu, kot. Tani, kanë dalë të mira, kanë dalë të këqija, unë nuk e di, edhe janë edhe shumë. Po nuk hajnë, duhet të hedhim një pjatë të tërë. Nuk janë edhe pak një dy të thuash, hajtë moce, okej, s'ka që nuk dolën të mira. Tani janë si janë, do i hanë. Bëra ndërkohë edhe një banjë të shpejt trupin sa mbarova me melomakaronat. Janë okej, ndim që duheshin pjekur pak më shumë. Njëra, edhe dyta, kanë shumë shije portokall. Edhe mua në përgjithësi nuk më pëlqen shumë shije portokallit. As në biskota, as në ëmbëlsira fare. Do desha të mos kishte kaq shumë erë portokall. Por okej, janë të mira, hajnë. Po nuk janë dhe fantastike. Nuk janë më të mira që kam ngrënë botë, jo. Edhe tani normali që ka arritur ora për advent kalendaret tona. Edhe jemi te dita 24 jemi. Edhe është dita jonë e fundit në advent kalendar, sepse shkon deri te 24. 25 nuk ka. Kështu që le të shohim ç'a është dhurata jonë e fundit për këtë vlogmasin. Më duket pak e madhe, nuk e kam edhe mamin këtu tani të na thot ç'a mendon që është. Kështu që do e hapim ta shohim ne. Është një palet me ton për sy. Këtë jam e sigurt që do ja jap mamit sepse unë nuk parapërdor ton për syt. Ja, si duken ngjyrat, nice, okej, festive. Edhe tani duhet ta hedh. Më vjen shumë keq. Ndjem që iku shumë shpejt. Vlogmasi nuk e ndjeva kaq shumë se kisha ndjer vitet e kaluara. Edhe kalojmë te tjetra. Këtu pse kam dy? Kam 21-shin këtu të pahapur. Pse kam 21-shin të pahapur këtu? Ç'a po ndodh? Nuk e hapa unë. Por le ta hapim tani. E le dëgjohet kjo. Do një krem do jetë, si gjithë të tjerët, normale po. E di me kemi kuptuar tani si shkon muhabeti. Krem dite për rudha, mata gëzosh, e kam mbushur mamin me dhurata. E kam mbushur këtë zonjën. E kalojmë te 24 e fundit. Ndjej që është pak më e rëndë se tjetra. Shpresoj të jetë ndonjë serum, diçka më interesante. Po është serum. Edhe paketimi që ka ky serumi më pëlqen shumë. Duket shumë estetik, shumë clean girl vibes. Thot që është për scalp and lift, për tonifikimin e lëkurës, mbase. Nuk jam e sigurt, po duket e mirë. Do e provoj. Edhe nice. Edhe disi kështu i mbyll të dyja advent kalendaret tona. Normali që do shihemi edhe nesër, edhe nuk e besoj dot që nesër është dita e fundit. Mbaruam. Edhe like, subscribe, hype, comment, follow në Instagram, në TikTok, ku të doni. Edhe ju puth. Natën.